Të endën ju drejtuan rektoratit Universitetit të Prishtinës. E me vete sollën edhe këtë pankartë. Në këtë formë, organizata për rritjen e cilësisë në arsim e kundërshtoi mënyrën se si po trajtohet rasti i avancimit akademik të profesoreshës në Fakultetin e Edukimit Fatlume Berisha. Sipas tyre, kjo e fundit nuk i plotson kriteret minimale për të qenë profesoreshë rregullt. Në mbledhjen e Senatit të 17 dhjetorit 2025, trupa këshillëdhënëse e rektorit nuk e rekomandoi kandidaten për avancim për shkak se ajo nuk i përmbushte kriteret minimale të punimeve shkencore. Njëri nga punimet ku Fatlume Berisha është autore korrespondente është i botuar në revistën European Journal of Educational Research, që figuron në listën e Jeffrey Bill për revista dhe botues të dyshimt. Sipas hoxhës, procesi u bë më problematik kur për rishqyrtimin e revistës u formua një komision, ku antare ishte edhe Vula, autore e punimit në fjalë. Në këtë përpjekje u vu në funksion një komision i Fakultetit të Edukimit, kinse për rishqyrtimin e kredibilitetit të revistës, ku antarët e komisionit, njëra nga antarët e komisionit ishte pikrisht Eda Vula, autore e parë e këtij punimi që po tentohet të përvidhet. Ai shton se ky rast po zvarritet. Në mbledhjen e 20 shkurtit, rektori propozoi një komision të ri të posaçëm për rishqyrtimin e rastit, jashtë praktikës normale, procedurale dhe duke minuar mandatin e vetë trupës këshillëdhënëse të tij. Sipas Orkës, punimet e botuara në revistat e listuara si të dyshimta nuk mund të përdoren për avancim akademik. Ndryshe, TVN ka provuar të kontaktojë profesoreshën Fatlume Berisha, por e njëjta nuk i është përgjigjur thirrjeve të televizionit.